Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi ditën e sotme sërish së bashku në kanalin ton dedikuar historive për të ndarë historinë e radhës. Me besimin e plot, dua ta falenderoj ka ndarë me mua historinë Melisa, një grua e cila nuk e ka besuar që motra e saj do t'ja bënte varin. Unë jam Melisa, 40 vjeçe, me origjinë nga qyteti i bukur i Vlorës. Por prej më shumë se 10 vitesh, jetoj dhe punoj në Itali, ku kam ndërtuar një jetë të thjeshtë, por tepër të ndershme. Nuk e kam pasur asnjëherë jetën të lehtë, por gjithmonë e kam përballuar me forcën e një gruaje që nuk dorëzohet lehtë. E kam shkruar këtë letër me lot në sy,